Fëmijët që kurojnë në spitalin e pediatrisë kanë përjetuar një ditë feste, ndërkohë që sigurimi i mjekimeve për këta pacient mbetet problematik. Për këta fëmijë, përfaqësuesi disa bizneseve kanë dhuruar barna, pajisje dhe dhurata në vlerën 5 milion lek. Por prindrit e pacientëve të vegjël nuk u janë gëzuar as pak dhuratave dhe shkak për këtë është bërë problemi mungesës së barnave. Ata thonë se janë të detyruar t'i blejnë privatisht disa nga mjekime që mungojnë, prandaj kërkojnë që spitali të sigurojë ilaçet e duhura për kurimin e fëmijëve. E përlotur, një nën nga Korça thotë se nuk ka mundësi financiare për të blerë vetë barnat për djalin e saj 12 vjeçar të prekur nga sëmundja leuçemisë në rastet kur ato mungojnë. Kemi që kanë shtruar fëmijët. 8 muaj që jemi shtruar në spital. Ilaçet më të shumta kemi arritur, kemi blerë dhe glukozën. Ka raste më kanë ndihmuar, u them gjendë faleminderit, po nuk e përballoj dot se 180.000 merr buri. Çfarë të bëju me 180.000 vetë rruga. Nuk ka ilaç? Po, ka pat raste dhe surumin kemi blerë. Po le ato të tjera. Dje kisha një ilaç një Vikristin, ta maj gjeku të duashta. Po dale më sqaroj, thasha se unë si nën, unë ta blej. Mos e ngrit tonin se e grua me fëmijë. Vatë kjo se më ndihmoj kjo se desh më ratifikat mi vajti ma blevi kjo. Qa të bëjmë, tjetërën po ashtu, tjetra. Ta një erdi java, unë ma më doat, le rrugën se s'kam diki, po të pak të ilaci. Ku ta gje unë kësera dhe ku të vete? Ta lë, të dalë në rrugë. Se një gjitho miret një dy herë, se s'ta që anë adhin tjetër. Për pacientët e vegjël dhuratat janë ndarë në prani të Ministrit të Shëndetësisë Petrit Vasili dhe drejtoreshës së spitalit Anila Godo. Godo deklaroi se për vitin 2011 shpresonte të zgjidheshin probleme që kanë ngritur her pas here ky spital, ndër të cilat është dhe mungesa e medikamenteve. Me dëshirën e tyre patën dëshirë që ta hapin sezonin e festave pikërisht në këtë pavion, i cili shpeshherë përbën probleme me të cilat ata duhet përballen, por unë dua ta përkthej që prania e tyre këtu do të thotë që vitin që vjen gjithmonë më shumë do të jemi të tërë të angazhuar për zgjidhjen dhe atyre problemeve që kemi pasur vitin e kaluar. Pavionët e pacientëve të vegjël janë zbukuruar duke sjellë atmosferën e Krishtlindjeve, ndërsa disa artistë rinj të veshur si kloun janë përpjekur t'i argëtojnë ata.